edhe që ta e njeva sot. Qeverit e mahershme, të njës PDK, LDK, AK, pas kanë pas lanë Natasha Kandiqin, organizatë e Serbijës, me naj numru viktimat e me naj shkru historien tonë edhe numrin e sakt viktimave që ata veti kanë vra e tash vet me numru. Edhe që ta e njeva në ditë sotit. Për me merdh shumë më ranë. U merdh qysh ka mundësi që jem kash popull i ligë, me lanë shkavin me ardh edhe me ta shkru historien shkavi. Aj me ti numëru sa gjenti ka vra vetaj. Kjo veste na ndodh, bre? Nuk ndodh kërkun në botë tjetër. Na vet nuk e dim sa njerëz na kanë vra. Na vet nuk e dim sa ushtare i ka pas ushtria shqiptare. Na vet nuk e dim sa komandanta i kena pas. Na vet nuk e dim sa armatim kena pas. E lojmë shkavin me orë prej Beogradit, aj me najnjenjeve, viktimat, dëshmort, luftetart, dhonime që janë bon. Kjo është shmendori për një popull. A ka mër njeri që i kupton këto sene? Hade bre për këtat LDK-s nuk e kom fort, se kom pas fort dertin. A mo qëtat PDK-s o burë që unë e kom besu dhe në 2011 kom besu nda që kanë me ndryshu, kanë me bo mirë dishka. Ma këta pse bojna ma mëtë se LDK-a. Qëta nuk e kom prit. Edhe jam e dëshpru më ta qatë shumë që nuk e kom prit, bre, kur i kom një ato telefonatat e tynjen me zveti të usha. Ma kanë gërdit, bre, krejt jetën ma kanë gërdit. Kur e nin, ashtë i më thashin të e sha Jakupin, Limën, atjetrin, të e sha deputetën që kanë pas ajo Brovina, që ka pas emnin ajo deputetja. Ja shanë këtë listën e familjes. E pe që atu këm pas hek dorën e pe tyne, se këm pa që atu që këta kur bojnë me zveti, ta është banë e men, që ka mund më mba mu që i përkrahi. Edhe këm pas hek dorë pe tyne, këm thonë që këta njerëz, gjithë shka mundet me konë, më njerëz nuk mund me konë. Atin se kur e hajnë njën i tjetërin që janë konë, kanë hongër, kanë pije, kanë vjedhë bashkë, po mu që sëm njohen shka të bojnë ta. Edhe pe ati momentit këm hek dorë. Amo në ditë sotit kur pe një që kanë di që i paska listën e të vramve. Listën sa dëshmori kem. E na nuk i dim, e kanë di që pidin, na nuk i dim sa viktima e kena pas në luft, kanë di që pidika, na ja kena leju, kanë di qit, ajo më marë e me ne regjistru, e me ne bon listën, e na me lista sajna me dal e me thonë që ka që janë vrame, që ka që janë dhunume, që ka që kështu, që ka që... Ka jem ka shkuj më kështu. Edhe dalin dësë di poshtë kishin thirë protest. Po qëfar proteste dhe me dalë më rarante? Kunra ti mas projt do të me dalë protest kunra vetë vetës, që i kelon kanë diqin me ardhme me ta shkru historien. Fajtori numër 1 je ti, që ke pas për detyrë me bo qatë punë. Je konë pushtet. Nuk mundet një njeri me ta shtramu historien. Mundet një qeveri. Mundet një shtet me ta shtramu qeverien. Unë s'moj me shtramu. As aj far gashi, aj far lopa. As aj tjetri. Jo e keni shtramu. Historien, ngone, qysh shtramohet historia me fakte, jo me dalavere, vesh ngone. Po nëse sot duhet jenë 60.000, për mund nuk ka qenë më tepër se 15.000. Do 25.000 njerëz sot paguhen rrajshëm nga buxheti i Republikës së Kosovës. Dikush do të marrë llogari. Dikush president do të ndërmendin diçka që kjo të nuk thajë. Apenini shka thët? Hashim thotë që është. Hashimi thët janë kanë veç 15.000 ushtarë.
që ta njerëz i kanë bon 63.000, 64.000, edhe na nuk e dim sa, po për 60.000 janë. A numrin e sakt nuk e dim, veç kanë di që e din. A na nuk e dim sakt sa është. Ky vetë thet janë 15.000. A ky vetë i ka bon 60.000. Ky me shokët e tina, normal. Se ky ka mujt me dal, a kon presidenti Kosovës, me thonë, jo, ka dale se a kon kryetar i një partijës të fort, a kon kryeministër, a kon president. Me thonë, ja, nuk pranohet kjo. Po e ka leju, që kjo është, kur dën me shtramu historien e vendit tanë, kur nuk e kallëzën vërtetën. Ngone? Unë asë nuk mund e thej pike zero, asë nuk mund të asë pretendoj në sistemin e drejtësisë, asë nuk e kërcënoj drejtësinë, i dhom mbështetjet plot drejtësisë, por askush nuk mund më ndalën të them të vërtetën për atë periudhë heroike të popullit të Kosovës, e di se njerëz kanë kontribuar në forma të ndryshme, por gjithmonë kur flas 12-15.000. Hake kanë maksimumi 15.000 pension. Flas vetëm për luftëtarët me armë, dorë dhe uniformë. E marrë Këtë tjerët janë mashtrues. Mos më thëmë mashtrues. Krejt tjerët janë mashtrues. Po kush i boni shta mashtrues, se ata ves kanë hi. U denun 10 komandant me ka një vjet burg për qëto mashtrime, se kanë shit, dëftesat i kanë shit. Edhe dolin të mojnë patriotizëm, kur e njën thët, na nuk e lejojmë një njeri me në shtramu historien. Mo ti vetje ka shtrama në burë. Po ti rije qaj që je denu, që e ke shtramu për historien e popullit. Se kryetari juj, kryetari Kosovës, kryetari Kosovës, po thët 15.000 janë konë. 12 dhe 15.000. Ju e keni që 60.000. A nuk është shtramim e historisë që kjo? Qka në kjo? Hajt, kalëzëm dikush. është letë është me ardhë edhe me ofendu në për komente. Po del burë kalëzë drejt. Qka është që kjo? 15.000 gjadët e 5.000 diferenca është 40.000. 45.000 është diferenca. Kush e boni këto? Unë e bona që ata të vëllës e kanë bon, që ata komandanta që u denun, 10 për tyne u denun, që ata kanë në qit. Ka 5.000 euro, ka 3.000 euro, ka 4.000 euro. Se njeri i thjesht s'ka mujt me bon ato. E nesër dalën protest. Jo, din protest këmë vetë vetës mas pari. Se ti e ke bon, i ke qelë rrugë tjetrit për me manipulu edhe me full shka do njeri. Se ti e ke bon i pari, tjerë tash e kanë kollaj, se po thët, po këta komandantat e kanë bon, pse unë mës me bon. Qëto është problemi? Ti e ke bon i pari. Nejse, për përshëndes njerë kaloni mirë dhe në video në e ashme.